Kryeministri Edi Rama me të drejtë tha dje se Sali Berisha po fyente zonën e Lezhës duke i ofruar si kandidat për deputet Gjingjonin, simboli korrupsionit në drejtësi. Por duket se Rama nuk ndryshon shumë nga Berisha në këtë aspekt. Rama ka konfirmuar kandidat për deputet në Elbasan, kreun e Spitalit Elbasanit Agron Gaxho. Simboli i abuzimit me pushtetin Elbasan, bazuar në disa evidenca dhe rrethana, kandidatura e Agron Gaxhos është një fyerje që Rama i bën Elbasanit. Agron Gaxho ish drejtor pyjesh i Fatmir Mediut, kur ky fundit ishte ministri i mjedisit, ka përvetësuar pasuri publike në Elbasan duke i kthyer në biznese private. Vllai i Agron Gaxhos, Nik Gaxho, një personazh me të shkuar të errët jashtë vendit, është drejtori i ndërmarrjeve të falimentuara të shtetit në Elbasan. Disa nga ndërmarrjet ushtarake dhe civile janë grabitur nga Agron Gaxho përmes familjarëve të tij, duke u dhënë me qira disa sipërmarrësve italian. Bar kafe ime, restorant, lavanderie të tjerë, pra një kompleks biznesesh në Elbasan janë pasuri e drejtorit Agron Gaxho, i cili ka tjetërsuar pasuritë publike si dhe ka investuar para të dyshimta, duke i kthyer në biznes familjar. Gjithashtu Agron Gaxho fshihet edhe pas një hidrocentrali në gjinërat të Elbasanit dhe pasurive të tjera me vlerë qindra mijëra euro. Siç raporton Prapaskena, Agron Gaxho është një nga linjat e korrupsionit me tender të Gentian Sharrës, pjesë e bandës së Taloçelës, në prag të festave të fundvitit, më 30 dhjetor 2022. Kreu i Spitalit Rajonal Xhafer Kongoli të Elbasanit, Agron Gaxho, rinovoi për të tretin vit radhazi me Olta Sharrën kontratën e shërbimit gatimit dhe shpërndarjes së ushqimit për pacientët e spitalit të tij. Olta Sharra është bashkëshortja e Gentian Sharrës. Në kohën kur Agron Gaxho i rinovoi kontratën, subjekti Olta Sharra ndodhej prej 6 muajsh nën sekuestro nga SPAK si një derivat i dyshuar i burimeve kriminale. Gjatë viteve 2023-2024, kohë gjatë së cilës Gentian Sharra qëndronte në burg, ka marrë qindra mijëra euro para publike përmes bashkëshortes Olta Sharra nga Spitali Elbasanit dhe Spitali Psikiatrik i Elbasanit. Gentian Sharra është dënuar më parë për trafik droga, ndërsa rezulton pjesë e bandës së Taloçelës në disa grabitje me dhunë gjatë 10 viteve të fundit. Agron Gaxho është lidhje e ngushtë e Eral Myftarajt, simbolit korrupsionit me tender në qarkun e Elbasanit, mashtrimit me zbatimin e kontratave dhe dokumenteve false. Rreth 9 milion euro tender që Eral Myftaraj ka marrë nga Spitalet e Elbasanit bashkë me Nazif Bajramin, i skeduar për trafik kokaine në Zvicër, dyshohet se i ka marrë me ndihmën e Agron Gaxhos. Një pjesë e parave besohet se kanë përfunduar në xhepat e disa deputetëve të Partisë Socialiste, të cilët qëndrojnë pas Eral Myftarajt, i cili ka blerë edhe një jahtë me paratë e korrupsionit me tender.